Në këtë video do t'ju çoj në një qytet që është shumë pranë Austrisë. I kemi prerë biletat para 2 muajsh për në Verona. Sa i radhe nuk do të ndalojmë në Verona, sepse kemi një tjetër destinacion, pra nuk do të shkojmë tek balkoni i Romeos dhe Julietës, dhe na duhet që të kthehemi një herë tjetër ta vizitojmë Veronën, por do të shkojmë në një qytet në kufi në Austrinë, siç u thash, pra në skajin verior të Italisë. Udhtimi zgjati 1 orë 45 minuta dhe biletat na kushtuan rreth 110 euro për 3 persona vajtje ardhje. Dhe si zakonisht pa mbritur mirë, të gjithë ngrihemi në këmbë. Kemi ardhur për një festë familjare dhe pas 2 orësh ja ku mbritëm në Merano, një qytet shumë i njohur në veri të Italisë, në provincën autonome të Bolzanos, shumë pranë kufirit me Austrinë. Qyteti quhet Meran në gjermanisht, sepse zona ka kulturë të përzier italiane dhe austriako-gjermane. Në fakt, arkitektura, ushqimi dhe mënyra e jetesës të japin më shumë ndjesinë e Austrisë se sa të Italisë klasike. Kështu që ejani në Itali dhe ndjehuni si në Austri. Merano njihet si qytet termal dhe prej më shumë se 200 vjetësh është destinacion turistik shumë i preferuar nga gjermanët, austriakët dhe italianët e veriut. 40.000 banor jetojnë këtu dhe ka një pjesë të konsiderueshme emigrantësh shqiptar, pjesë e tyre janë edhe familjarët e mi. Dhe këtu përveç se dëgjon gjuhën shqipe, dëgjon edhe gjuhën gjermane. Vubishtu, halo! E gjithë zona është turistike, pasi ndodhet në afërsi të Dolomiteve, në zemër të Alpeve të Italisë. Zona konsiderohet edhe shumë e pasur dhe me cilësi të lartë jetese, por kostoja e jetesës dhe qirat janë të larta krahasuar me pjesën tjetër të Italisë. Në këtë video nuk mund t'ju tregoj shumë destinacione, pasi kohën e kemi të kufizuar, por mund vizitoni qendrën mesjetare të qytetit, ku bien në sy ndërtesat e stilit austriak, urat mbi lumin Pasirio dhe shumë pamje të tjera piktoreske. Hotel Palast në Bolzano, hoteli ku vjen kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe bën detoks sipas ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Në fakt, Hotel Palast ndodhet në Merano, një qytet në afërsi të Bolzanos dhe në kufi të Austrisë. Është një nga hotelet më luksoze të zonës, këtu ku vijnë shumë VIP-a nga arena ndërkombëtare, por aludimet e zëvendës kryeministrit shqiptar janë se këtu ka ardhur edhe Edi Rama dhe i financuar apo fatura e shërbimeve të marra në këtë hotel që është paguar nga një biznesmen shqiptar. Në mbrëmje, erdhëm tek Hotel Terme, një nga më të njohurit në qytet për luksin dhe ujërat termale që kalojnë nën të. Do më qerasi nipi, do më qerasësh apo do të qeras? Pa problem. Pa problem. Tu vinte Berlusconi po më thot nipi. Tek e fundit, qa kishte Berlusconi më shumë se sa unë, vetëm ca milione. Një Aperol Spritz, 7 euro e gjysëm kushton, pak më lirë se në Shqipëri në fakt, dhe ky është një nga hotelet më të njohura në qytetin e Meranos,
Poshtë ti janë edhe lixhat, ujërat termal pra, ujëra kurues, dhe kalojnë përmes një tuneli privat që ka ky hoteli, dhe ka dhe pishin, ka dhe spa, është 250 euro minimalisht qëndrimi për një natë këtu, deri në 500 apo 1000 euro shkon një dhomë në këtë hotel. Është luks. Pra, Merano është një qytet turistik dhe mund të themi që jemi në zemër të Alpeve të Italisë, pasi shumë pranë janë edhe Dolomitet e famshme. €2 paguan të një kafe Berlusconi këtu. €25 paguam gjithsej. Jo unë ore, nipi, ka ardaja. Qetë, pastër dhe bukur. Natën e mirë për sonte, shihemi nesër. Edhe këtu dy stoka njerëzit në kafe si të ne, po me dallimin e vetëm që të ne marrin kafe, macchiato, ujë pa gaz, këtu merrem birra, spritza, aperola. Përgjithësi flasin gjermanisht, po tek tuk edhe dëgjon një fjalë italisht. E nesërmja ishte shumë e ngjeshur. Sot është ditëlindja e vllait tim. Do të shkojmë në darkë në një restorant në afërsi të Bolzanos. Buon compleanno! Kemi ardhur në aeroportin e Veronës dhe po presim avionin për të nisur në Shqipëri. Ndërkohë që presim, kemi marrë dhe nga një kafe dhe doni ta dini se sa kushton një kafe këtu? €1,50 €, më pak se tek aeroporti jonë. Kaq edhe për këtë vlog të radhës dhe bashkë shihemi në javën e ardhshme dhe mos harroni të bëni subscribe dhe like.